Pas çeljes zyrtare të sezonit veror, Bashkia e Vlorës ka nisur nga puna për të bërë gati hapësirën publike, e cila do të shfrytëzohet më pas për plazh nga pushuesit vendas, turistët e huaj, por dhe do t'i jepet në menaxhim këtë vit për njësitë hoteliere, si hapësirë private plazhi. Ndërmarrjet në varësi të Bashkisë së Vlorës ka nisur këtë të premte aksionin për plugimin e rërës në Bregdetin e Vlorës. Si pjesë e këtij aksioni, ndërmarrjet në varësi të Bashkisë janë ndalur në Bregdetin e Lungomares, si zona më e frekuentuar e qytetit, e cila sigurisht ka më tepër turistë dhe pushues edhe përgjatë kësaj periudhe. Për nisjen e këtij aksioni është zgjedhur Bregdeti i ujit të ftohtë, i njohur ndryshe si zona pranë Rapit, për të nisur aty plugimin e rërës. Është zgjedhur edhe kjo zonë për shkak se aty u zhvillua aktiviteti i çeljes zyrtare të sezonit veror, duke shkaktuar sigurisht më tepër ndotje në Bregdet. Plugimi i rërës nga ana e ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës bëhet me anë të mjetit të specializuar, i cili qarkullon në gjithë Bregdetin e ujit të ftohtë për të pluguar një prej zonave më të frekuentuara. Gjithashtu kjo zonë ku po ndërhyet është përcaktuar për shkak se aty ka mjaft pjesë të Bregdetit ku përgjatë muajve të vjeshtës, dimrit dhe pranverës ka mbir bari, të cilat duhet të rehabilitohen. Gjithashtu pjesë e aksionit të ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë, jo vetëm plugimi i rërës, por largimi prej andej i shumë gurëve dhe papastërtive, gurë dhe papastërti të cilat janë grumbulluar në makinerinë që përdoret enkas për këtë proces, të cilat janë larguar nga Bregdeti. Por nga Bregdeti janë larguar dhe një sasi e konsiderueshme mbeturinash, mbetjesh urbane, të cilat prej muajsh ishin depozituar aty. Aksioni i pastrimit dhe plugimit të rërës do të vazhdojë në të gjithë Bregdetin e Lungomares në ditët në vijim. Sipas informacioneve, pas përfundimit të punës në këtë Bregdet, pritet të nisë pastrimi dhe plugimi i rërës në territorin e plazhit të vjetër dhe më pas në plazhin e Zvërnecit, për të qenë gati për të pritur pushuesit dhe turistët e huaj këtë sezon në Vlorë.